Mungesa e dy portierëve me emër si Milinković-Savić dhe Rajković ka bërë që tashmë fanellën e titullarit e Serbia ta marrë Đorđe Petrović. Portieri ka pasur një karrierë me ulëngritje që pas shpërthimit në kampionatin amerikan të futbollit dhe transferimit te Chelsea dhe së fundmi në huazim të Strasburgu. I shoku i skuadrës i Armando Brojas ka kaluar më në fund një sezon të mirë te klubi francez dhe vjen te ndeshja në Tiranë me optimizmin se do të bëjë mirë edhe me përfaqësuesen e vendit të tij, ndonse pranon se do të jetë një ndeshje e vështirë përballë lojtarëve cilësor të Shqipërisë. Kemi një ndeshje të vështirë para nesh, është ndeshja e parë e kualifikuesave. Ata kanë një skuadër të mirë i ndoqë në kampionatin evropian. Unë shpresoj që gjithçka të shkojë mirë ashtu siç po e planifikojmë. Është shumë e rëndësishme që ne të kemi një start të mirë në kualifikuese, tha Petrović fillimisht nga grumbullimi i përfaqësuesës serbe. Portierët shqiptar të dy kanë padyshim cilësi e eksperiencë në Serie A, janë dy të mirë. Nga ana tjetër, ata kanë Aslanin dhe shumë lojtarë të tjerë me cilësi, ndaj kemi një ndeshje shumë të vështirë para nesh. Ne dim gjithçka, e dim cilësinë tonë, kemi kaluar disa ndeshje të mira dhe e dim çfarë duam dhe sa e duam. Na duhet të luajmë në mënyrë inteligjente, me durim, të përfitojmë nga rastet që krijojmë. Trysnia do të jetë e madhe, i njohim historinë e disa ndeshjeve, por duhet të lëmë gjithçka pas nesh dhe të fokusohemi te fusha e lojës. Duhet të jemi më të mirët dhe të bëjmë kombin të lumtur. Anglia, ne luajtëm në Europian, mund të rivalizojmë me ta. Ata janë favorit në grup, por ne do të përgatitemi edhe për ata. Në Gjermani ne ishim më mirë në pjesën e dytë, sulmuam më shumë, kishim më shumë mbajtje topi, por le t'i marrim gjërat me radhë, vetëm Shqipëria është në mendjen tonë tani, pastaj Andorra, në mënyrë që të kemi një start të mirë për atë ndeshje me Anglinë, tha portieri i Serbisë.